Bota ndodhet në një udhkryq ekonomik dhe përfituesit kryesor do të jenë shtetet që do të ndërtojnë ura bashkëpunimi tregtar me vende nga të gjitha kontinentet, por edhe ata që nuk i kthejnë shpinën SBA-s pavarësisht tarifave. Duke mbrojtur politikën e re të SBA-s, e cila ka hapur luftë globale me tarifat, presidenti i Dhomës Amerikane në Shqipëri, Grant Van Cleve, thotë se Shqipëria nuk duhet të distancohet nga SBA pasi politika e Trump është negociimi shtet më shtet. Teksa administrata Trump kërkon të zhvillojë marrëdhënie vend pas vendi, ka mundësi që Shqipëria të përfitojë shumë, po më rritet gjithnjë më shumë besimi në rëndësinë që ka Amerika për zhvillimin e Shqipërisë. Po më rritet gjithashtu edhe besimi kur ju them që duhet forconi marrëdhënien tuaj me Amerikën. Kjo luftë e kritikuar fort nga Bashkimi Evropian, i cili paralajmëron kundër përgjigje me sanksione. Sipas Van Cleve, duhet të shfrytëzohet nga Shqipëria për të bërë sa më shumë marrëveshje bilaterale me shtete të ndryshme. Ndodhemi në një udhkryq interesant në ekonominë globale, jemi pjesë e një tranzicioni dhe evolucioni masiv. Shqipëria ndodhet në një pozicion shumë interesant për të përfituar nga këto tranzicione. Në lidhje me marrëdhëniet me Amerikën, me mundësinë për të zhvilluar marrëdhënie bilaterale dhe jo vetëm në nivel bloku në Bashkimin Evropian. Në konferencë me bizneset dhe përfaqësues të partive politike në prag të zgjedhjeve të 11 majit, Dhoma Amerikane vjen me propozime konkrete, ku kërkon edhe fuqizim të kapitalit njerëzor. Mungesa e fuqisë së kualifikuar punëtore është ravizuar aty si një nga problemet kryesore. Atëherë ne patjetër që kemi vendosur rekomandime shumë të rëndësishme në këtë pikë për të përmirësuar këtë klimë, për të pasur strategjitë përkatëse që ne të zhvillojmë kapitalin human. Propozimet e Dhomës Amerikane janë të ndërtuara në 7 shtylla kryesore, nga kërkesa për një ligj të ri për investime të huaja, stabilitet në taksa, vijim të luftës ndaj korrupsionit e deri tek zgjidhja e problemit të pronave.